Një grup njerëzish e adhuruan Allahun nga dëshira për shpërblim. Sigurisht, ky është adhurimi i tregtarëve. Një grup tjetër e adhuroi Allahun nga frika. Ky është adhurimi i skllëvrëve. Edhe një grup tjetër e adhuroi Allahun për mirënjohje. Ky është adhurimi i njerëzve të lirë. Në këtë thënie të thellë të Imam Aliut, ai përshkruan 3 lloje të ndryshme adhurimi, bazuar në qëllimet dhe motivimet që qëndrojnë pas tyre, sepse tregtarët angazhohen në transaksione me shpresën e fitimit të diçkaje në këmbim. Në mënyrë të ngjashme, ata që adhurojnë Allahun vetëm për qëllimin e kërkimit të shpërblimeve, angazhohen në një formë adhurimit transaksional, ku presin të kompensohen për aktet e tyre të përkushtimit. Për të mbështetur këtë kuptim, do t'i drejtohemi Kuranit, ku Allahu në surën Bekare, ajeti 165, thot: E megjithatë, midis njerëzve ka nga ata që marrin të tjerë përveç Allahut si të barabartë me të. Ata i duan ata ashtu siç duhet ta duan Allahun, por ata që besojnë e duan shumë më tepër Perëndin. Këtu, Allahu thekson rëndësinë e dashurisë dhe përkushtimit të sinqert vetëm ndaj tij, pa i shoqëruar atij ndonjë partner. Ky ajet thekson nevojën që adhurimi të jetë vetëm për hir të Allahut, në vend që të kërkohen përfitime ose shpërblime të kësaj bote. Imam Aliu pastaj vazhdon të përshkruaj një grup tjetër njerëzish që e adhurojnë Allahun nga frika. Ky lloj adhurimi krahasohet me adhurimin e skllëvrëve, sepse skllëvrit shpesh i kryejnë detyrat e tyre nga frika e ndëshkimit ose hakmarrjes. Në mënyrë të ngjashme, ata që e adhurojnë Allahun nga frika, shtyhen nga frika e ndëshkimit hyjnor dhe kërkojnë të shmangin çdo pasojë negative. Në Kur'an, Allahu thot në surën Ali Imran, ajeti 175: Është vetëm djalli që ju sugjeron frikën nga aleatët e tij, pra mos kini frikë nga ata, por kini frikë prej meje nëse jeni besimtar. Ky ajet na kujton se frika jon duhet të drejtohet vetëm nga Allahu, pasi ai është autoriteti përfundimtar dhe i vetmi që meriton nderim dhe frikën tonë. Adhurimi i bazuar vetëm në frikë mund të çojë në një kuptim të kufizuar të mëshirës së Allahut dhe mund t'i pengojë individët të përjetojnë thelbin e vërtetë të adhurimit, i cili bazohet në dashuri dhe mirënjohje. Së fundmi, Imam Aliu përshkruan një grup njerëzish që e adhurojnë Allahun nga mirënjohja. Ky lloj adhurimi krahasohet me adhurimin e njerëzve të lirë, sepse individët e lirë nuk janë të lidhur nga frika ose dëshira për shpërblim. Ata e adhurojnë Allahun nga një ndjenjë vërtet mirënjohje për bekimet dhe favoret e tij mbi ta. Në Kur'an, Allahu në surën Ibrahim, ajeti 7, thot: Dhe kujto kur Zoti yt shpalli, nëse jeni mirënjohës, unë do t'ju ashtoj mirësit, por nëse mohoni, me të vërtet, ndëshkimi im është i rëndë. Ky ajet thekson rëndësinë e mirënjohjes në adhurim dhe premtimin e bekimeve të shtuara nga Allahu për ata që janë mirënjohës. Adhurimi i bazuar në mirënjohje u lejon individëve të njohin dhe vlerësojnë bekimet e panumërta që u janë dhënë atyre nga Allahu, duke e çuar në një lidhje më të thellë me të. Fjalët që të bëjnë të mendosh të ndihesh mirë në këtë thënie na përkujtojnë se qëllimet dhe motivimet tona pas adhurimit janë thelbësore. Adhurimi nuk duhet të nxitet nga dëshira për shpërblime ose frika nga ndëshkimi, por nga një ndjenjë vërtet mirënjohje dhe dashurie për Allahun. Adhurimi i vërtet karakterizohet nga një kuptim i thellë i mëshirës, dashurisë dhe bekimeve të Allahut, gjë që na motivon të adhurojmë atë sinqerisht dhe me gjithë zemër. Allahu na dhën të mundësinë të adhurojmë atë me qëllime të pastra dhe përkushtim të sinqert, dhe na udhëzoft në rrugën e adhurimit të vërtet.